Mirë se vini në pas vonë në Politico.al në kanalin e Politikos në YouTube. Do t'ju lutesh para se të prezantoja të ftuarit me një veprim të thjeshtë të bëni të klik tek subscribe ose pajtohu në anglisht se s'është në shqip, që ta thellojmë të komunitetin e bashkëbiseduesve dhe me që jemi të bashkëbiseduesit, sot kam një bashkëbiseduese që quhet Ilda Mara. Ilda, mirë se vjen. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Në pas vonë. Arsyeja pse të kam thirrur, sigurisht nuk është vetëm kjo, por kjo është, po themi, një prej arsyeve dhe pak a shumë te kjo do të ndalemi sot. Kjo është revista që ju botoni, Art dhe Trashëgimi, ky është numri i 9. Numri 9 i kushtohet trashëgimisë katolicizmit, trashëgimisë katolike në Shqipëri. Para se të kalojmë tek trashëgimia katolike dhe numri 9, më thuaj çka kanë qenë 8 numrat e tjerë, pra me se je marr. Atëherë është një aventurë që ka lindur në vitin 2011, kur unë prej 4 vitesh operoja me organizatën Argjiro, organizatën kulturore e cila është botuese e kësaj reviste, me aktivitete të ndryshme, kryesisht festivalin Takimet Muzikore të dy botëve. Qëllimi ynë kryesor ishte promovimi i trashëgimisë kulturore. Dhe vërtet gjallërimi, promovimi, vënia në pa e sajteve të vlerave materiale dhe jo materiale shqiptare, pak nga pak thash duhet edhe diçka tjetër. Unë vetë kam një background që vjen nga gazetaria, si edhe juve, edhe gjithmonë ajo dashuria e parë rikthehet mbas here. Dhe Art dhe Trashëgimi është ajo dashuria ime e parë me letrën, me librin. Kam patur fatin të punoj fillimisht në mediat e shkruara në Shqipëri, kur isha ende studente, e më pas në Kuja Internacional në Francë, dhe ishte kjo dëshira për të sjellë diçka në një version tjetër, në vitin 2011 nuk ekzistonin shumë revista ku trajtoi trashëgimia, kërkimet shkencore, dhe ai qëllimi jon ishte një divulgim i gjithë atyre punës madhe të historianëve, arkeologëve, kërkuesve tanë, dhe për ta ambalazhuar dhe për ta sjellë për publikun e gjerë. Dhe jo vetëm publikun shqiptar, por dhe publikun e huaj. Sepse kjo është dhe revista është dygjushë, është shqip-anglisht, dhe kemi nisur në fillim fare me Beratin, jo rastësisht, ishte 2 vite më numri parë ka qenë Berati. Ka qenë Berati në vitin 2011. Pasi Berati ishte futur në UNESCO dhe ishte një nga sajtet e reja ku flitej shumë, dhe thamë pse jo, Spotlight me Berat, dhe më pas Gjirokastrën, sepse është në mënyrë edhe ADN-ja organizatës lidhej me Argjiroja me Gjirokastrën, dhe më pas vazhduam Shkodra, Djepi Kulturës. Do të thënë të gjitha këto ishin qëllimi i Art dhe Trashëgimi si fillim ishte të bëjë një lloj mini Wikipedia për secilin nga qytetet, historia, origjina, emri, njerëzit që e kanë bërë këtë qytet, muzika, tradita, veshjet, arkeologjia, gjithçka. Dhe ishte goxha e suksesshëm, arritëm deri tek numri, do të thënë mbas Shkodrës, bëm Tiranën, bëm Vlorën, bëm Prizrenin, edhe më pas ishte pastaj ajo dëshira që pse jo të bëjmë dhe një tematik tjetër, siç ishte rasti i trashëgimisë ortodokse të Shqipërisë, që ishte një nga numrat që nisi këtë sagën e trashëgimisë fetare, që pati shumë interes. Mund të themi që mbas Shkodrës, se Shkodra ishte numri më i suksesshëm me Marubin brenda, trashëgimia ortodokse pati një sukses shumë të madh, madje jo vetëm që 2000 kopje u shitën, por ende na kërkojnë. Ashtu. Do të thënë, pra në trashëgimin ortodokse dhe të Shkodrën keni shitur 2000 kopje, që është me Shkodrën 1000 kopje, por me këtë 2000 kopje. Është numër shumë i mirë duke ditur se sa ecin librat në Shqipëri, librat rrotullohen tek. Ju them që jo vetëm në Shqipëri, por edhe jashtë saj. Kemi institucionet më të rëndësishme që merren me që trajtojnë kulturat e vendeve tjera, si biblioteka. Kemi bibliotekën e Senatit Amerikan, Kongresit Amerikan, kemi bibliotekat e universiteteve në Hamburg, në Berlin, në Francë. Këtyre ju çoni
falas Jo, si i blen. pjesë i blen. 5 kopje për çdo 5 numër që kopje. del. Ndërsa bibliotekës kombëtare këtu duhet ja çosh falas. Ja çojmë Është falas. pjesë Po sepse me ata kemi dhe marrëveshjen agreement, ne kemi, megjithëse unë kisha mundësinë ta regjistroja në Francë si revist, bëm një zgjedhje aso kohë me drejtorin Aurel Plasari të Bibliotekës Kombëtare që ky është një produkt shqiptar, duam që të ketë një SBN shqiptare. Dhe nuk e vendosëm tek revistat, por e krijuam si një kolan që të jetë një pasuri e Made in Albania në një farë mënyre. Një pyetje pa lidhje me temën, po me një farë lidhje gjithsesi. Kush është drejtori i bibliotekës tani kombëtare, sepse Piro Misha nuk është më. Aktualisht është Majlinda Toçi, është nën drejtoresha. Ose drejtoresh ad hoc, ad interim, whatever. Derisa të zgjedhin drejtorin tjetër, po. Okay. Pra pas Piro Mishës, ka pas disa drejtor të mirë, Aureli sigurisht që është Persida. Ai që është Persida patjetër. Edhe Piro Misha sigurisht njëri i letrave, i përkthimeve. Të shohim mos fusin tani ndonjë nga ata që këta din të fusin, pa dashur që dhe ne të futemi në politikë. Tani 15 vjet, 9 numra. Disa njerëz mund t'ju duket pak, por nuk mendoj që është pak, sepse për të bërë një gjë të tillë, për ta përkthyer në anglisht, se kjo kërkon hulumtime, nuk është, pra nuk janë opinione dhe editoriale, kërkon shumë kohë. Sa kohë është dashur bashkëpunëtorë, unë nuk e kam lexuar të tërën, por një pjesë të mirë të trashëgimisë katolike. Atëherë, kur kemi nisur në fillim ishim shumë ambicioz. Erdhëm me idenë që do krijuam një revistë 3 mujore. Dhe 4 numrat e parë deri në numrin e Shkodrës kemi dalë 3 mujor. Ashtu ë? Domethënë ishte një çmenduri. Kur ju ra adrenalina dhe nuk na ra adrenalina, po besoj financuesit ose ata blerësit u ra adrenalina, nuk mbanin fjalën, kishim gjithmonë nuk është e lehtë të nxjerrësh një revistë kulturore, sepse siç e tham libri nuk ecën, dhe më desh në një farë mënyrë të ristrukturoj edhe strategjitë se si mund dali kjo revistë në të ardhmen, dhe vendosëm që ta kemi parë nxorët 4 numra? 4 numra, po. 4 numra. Dhe pastaj ju ndashur 14 vjet për të nxjerrë 5 numra. Fantastik. Pastaj kemi vendosur gjithmonë me prioritete, sigurisht po t'i krahasojmë numrat e tjerë që kemi fituar edhe bashkëpunëtor të rinj, edhe bordi është ristrukturuar dhe kemi patur një farë mënyrë edhe propozime të ndryshme dhe gjithsesi jemi vendosur që të bëjmë diçka, siç e thatë dhe ju, kërkon shumë kërkime, kërkon një punë shumë të madhe, kemi vendosur që t'i japim 1 deri në 1 vit e gjysmë për numër tashmë. Tani trashëgimia muhamedane ose muslimane është e radhës. Okay. Kemi nisur nga puna. Po kjo do dalë vitin tjetër. Okay. Këtë vit është pak a shumë fati i librave, është si fati i faltoreve, sepse kështu kanë ardhur, ka ardhur në fillim, pra është ndërtuar katolikja, ortodoksja, dhe fundit është ndërtuar muslimania. Ne kemi nisur nga ortodoksja, ishte mbas edhe tash ato strategjitë. Ti ortodoks, kështu që atë e ke bërë edhe me gëzim. Po, ka qenë dhe një mbështetje shumë e madhe e kryepeshkopit Anastas të asaj periudhe, ai na ndihmoi shumë për numrat, edhe ishte ai donatori kryesor në një farë mënyre, bleu shumë kopje, i dhuroi nëpër botë, na gjeti sponsor, kështu që na dha një farë mënyre, ishte një lloj reanimacioni i revistës në një moment kur ne vërtet ishim në një pikë çfarë do të bëjmë. Dhe po e njëjta gjë ndodhi edhe me trashëgiminë katolike, një bashkëpunim shumë i mirë me Monsinjor Arian Dodaj. Dhe në një vit shumë të rëndësishëm, siç ishte viti jubilar, vitin ju shkoi, dhe kështu pak nga pak janë takime nganjëherë të rastësishme dhe nxjerrin komplimente për këtë trashëgimisë katolike, shumë i mirë ndërtuar. Megjithatë unë pata disa pyetje ose befasime më shumë, tasë me rastin e Koliqit ose letërsisë, Koliqi dhe Mjeda më duket janë të dy aty. Apo jo, Mjeda po është saktë. Mjeda, Koliqi, është Fishta. Është Camaj. Camaj, kemi murgun poetik të
Anton Pashkun. Me Pashkun u befasova. Atë zëfëllumin e kuptova, por me Pashkun u befasova. Pa pse ishte vendimi për të fut Anton Pashkun te trashëgimia katolike. Për këtë numër, i cili mua duket që ka vetëm emrin katolik. Antoni. Jo, pra cili ishte kontributi i Pashkut, katolik pse kemi zgjedhur. Ka qenë një zgjedhje dhe ka qenë një propozim që erdhi nga Sabri Amiti, studiuesi akademik i Kosovës, dhe pikërisht ne e pranuam. Unë kam një debulesë për Pashkun që në studimet e mia të dikurshme, mbase e kishim edhe në tekstet e shkollës, por që ishte me të vërtet një personazh emblematik dhe për ata thonë që është shumë i rëndësishëm për letërsinë edhe për këtë zhanër që ne po trajtojmë, domethënë për Pashkun. Tani kush është lexuesi tipik ose blerësi tipik i këtyre gjërave, i këtyre revistave, studimeve? Kushdo që ka një interes për këtë temë të caktuar. Jo, po ju keni bërë, a keni idenë se kush e blen ta zëm, e blen diaspora kur vjen, se do ta bëj dhuratë me që është në anglisht i miku, me që e përmendët fjalën e dhuratës, është një dhuratë. Është një dhuratë shumë e mirë, e blen studiuesit, po. Është dhuratë shumë e mirë. E blen të interesuarit, madje është një dhuratë që i shkoi edhe papës. Ma lësh datë librin e dytë, s'ka gjë se kam gjej se kujt ja jap. Është një dhuratë jo vetëm ose një libër, një botim me interes, jo vetëm për vendasit që thash, por edhe të huajt. Kemi shumë porosi dhe shumë kërkesa edhe nga jashtë. Jo mos largu dje, një mik nga Belgjika më ka kërkuar disa kopje, madje ka dhe një interes që pse mos bëjmë edhe një promovim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shqiptarët e Amerikës kryesisht në New York edhe në Detroit janë shumë të interesuar për këtë numër, për trashëgimin ton katolike. Ajo që neve kemi trajtuar në një farë mënyrë ose kemi dashur për sa kohë, në numrat e tjerë gjithmonë kemi trajtuar Republikën e Shqipërisë ose fen siç ishte Ortodoksia në territorin e Republikës së Shqipërisë. Me katolikët ishte pak më e veçantë, sepse donim ushtrihen në Kosovë dhe në Maltëzi. Për sa kohë qendra e katolikëve ka qenë gjithmonë në Venediku. Dhe jemi munduar deri ku kanë shkuar ato rrezet e Vatikanit në territoret shqiptare. Dhe kjo e bën, i jep një diapazon tjetër, domethënë një dimension. Ti po mendoj Vatikani sepse the Venediku. Po. Edhe Venediku ka qenë dyja bashkë. Ja, pjesë, po, pas pjesës gjithës në Illyricum Sacrum, Venediku ka luajtur rolin e vet. Illyricum Sacrum është një nga artikujt e rëndësishëm të këtij numri, nga atëherë ajo që neve na kanë kritikuar shumë është se në këtë numër keni shumë letërsi. Po ta vini re, në numrat e tjerë ka 1 deri 2 artikuj letërsie. Kjo është një befasit e mirë, pra kishte shumë shkrimtar, dhe ndonjëherë për mua, dhe kjo është ndoshta kritika e vetme dhe benigje sigurisht, a mos kishte më shumë autor letrar se sa duhet, një pjesë të cilëve janë edhe trashëgimi e re dhe pothuajse nuk mund të konsiderohen trashëgimi. Pra nuk kanë kaluar ende aq shumë vite sa për të thënë që po, këto janë trashëgimi, por edhe trashëgimi katolike. Pra mua mu duk si katolik sikur ma ke holluar pak trashëgimin katolike. Pse? Sepse keni futur autor kur unë do kisha dashur më shumë lëndë për të ditur më shumë lëndë, për të njohur më shumë katolicizmin. Kur unë që e njoh disi, po ata që janë profan dhe nuk e njohin fare. Jemi munduar, domethënë, duke pra, e ke bërë, po ta vendos dhe kështu, e ke bërë katolicizmin ndoshta edhe më të thellë se sa duhet, duke futur Anton Pashkun dhe disa shkrimtarë, kur mund ta mbanim në këtë arkeologjit, kishat, zbulimet, ose kishat e shndruara në xhami, do kishte qenë shumë interesante, pra edhe për të lexuar substratin, pra se si katolicizmi, si duke qenë feja e parë ju mbivendos paganizmit dhe kulteve pagane, dhe pastaj si muslimanizmi ju vendos kultit katolik,
por edhe do kisha qenë interesuar për ndërveprimin ortodokso-katolik. Është diku aty, murgjit bazilian, sigurisht. Është një shkrim i Ines Murzakut, profesoresh Ines Murzakut, shumë interesant për pikërisht për ekumenizmin, edhe unë jam duke të kërkuar një vëllim të dytë të shkrimisë si katolizmi. Por punë përtej kësaj është punë mos ta harrojmë, kemi lënë shumë artikuj jashtë këtij numri, na u desh sidomos edhe tek letërsia, na u desh të lëmë një pjesë të madhe, kishim disa shkrime, një shkrim shumë të rëndësishëm për Fishtën, e të tjerë, na u desh një farë mënyre, domethënë të edhe tek artikujt e tjerë jemi munduar të jemi sa më sintetik. Kishim artikuj që arrinin 20 faqe. Gjithsej revista ka shkuar 220, tani po flas si ato si tregtarët që kaq shkon edhe këtej, sepse çdo kush e shikon temën e vet, ne mundohemi gjithmonë të marrim specialistët e çdo fushe, kemi trajtuar që nga origjinat, siç e thatë përmendët ju Illyricum Sacrum, kemi munduar të marrim të gjithë kuronët, do të thënë të gjitha rrymat e brenda fesë katolike, franciskanët, dominikanët, jezuitët, do të thënë gjithë ato dhe rolin e tyre, rolin e madh që ata kanë luajtur pikërisht në formsimin, jo vetëm të fesë katolike, por në formsimin e shtetit shqiptar. I duam shumë, i kemi shumë detyrime katolikëve, Ndremjedës, Fishtës, kemi, domethënë, për rolin e madh që ata kanë patur edhe në këtë ngjizjen e identitetit kombëtar shqiptar. Ndaj kjo është arsyeja që pse ka pak më shumë poezi edhe na bën ato apo më letërsi, edhe na bën pak më na kthen tek ato tekstet e shkollës mesme dikur, apo ato bazën, letërsinë bazë që në një farë mënyre nuk e evitojmë dot. Kemi lënë shumë jashtë, kemi lënë arbreshët jashtë, për këtë desha të ngacmoj edhe mungesa të shikimisë. Por nuk mund t'i trajtojmë të tëra në një, besoj do të jetë një numër tjetër që t'i kushtohet vetëm arbreshëve. Perfekt. Tani, fet gjithmonë sjellin kontroversialitet, pra kundërthënie, sjellin një lloj parehatije në diskurin publik, në debatin publik, dhe ka gjithmonë përplasje, rrafgime, mendime ndryshe, kreshpërime, ngritje tonesh, pakënaqësi etj. Për një arsye që s'është vendi dhe koha për të diskutuar. Dy revistat e tua, ortodokse dhe katolike, kanë krijuar ndonjë pakënaqësi, të kanë ardhur mesazhe, ka pas ndonjë gjë? Për tek trashëgimia ortodokse, jo, kemi patur shumë përgëzime. Dikur mbas 2-3 vitesh mbasi kishte dalë revista, dikush në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte bërë një kritik. Një nga autorët, Kostas Jakumis, më tregoi që është një dikush që ka kritikon të faktin që ju jemi munduar t'i japim atë peshën secilit, edhe kjo e bën dhe t'jemi shumë neutral edhe në mënyrën e trajtimit, edhe kur janë tema shumë delikate, mundohemi që t'i trajtojmë me pak me kujdes. Besoj që cila ishte kritika, ku konsistonte? Jo, kritika ishte që pse I kishim dhënë shumë hapësirë kryepiskopit Anastas, gjithmonë me ato termat e vjetra, si ishin gjithmonë. Ky greku, pikërisht, por të mos ta harrojmë që ishte pikërisht ai greku që ngriti në këmbë kishën ortodokse që është sot, edhe që sot është një shqiptar, përgatiti një shqiptar që ta drejtojë atë kishë sot. Edhe ky kryepiskopi aktual, Joani, dhe ai bëri na bëri 2 shkrime për atë numër, edhe pikërisht për kriptokrishterimin që ai vetë e kishte përjetuar dikur, që në mënyrën që se si shqiptarët e mbajtan fen e krishterë edhe u deshën gjatë periudhës osmane të konvertoheshin në musliman për truajtur ato privilegje, taksat etj. Nizamin, ushtrin, persekutimin etj. Katolikja, numri katolik ju solli ndonjë pakënaqësi? Kritika deri tani jo, kemi pasur vetëm përgëzime, I presim dhe kritika, mbas është herët. Ne do të kemi rrugtimi vazhdon deri në fund. Promovim keni patur, pra mediat ju e kanë hapur dyert, kanë qenë të gatshme, apo si qenë mediat me kulturë, nuk kanë shumë kohë dhe dëshirë? Interes ka pasur në fillim televizioni Klan, që në ditën e promovimit, pas edhe televizionet tjera,
Por, në këto momente kur jetojmë në një botë shumë sensacionale, dhe sigurisht letërsia apo kultura kalon gjithmonë në plan të dytë. Nuk është gjithmonë kjo ajo që bën lajmin e parë, por mund të them që lajmin e parë mund ta bëm kur ky botim ju dhurua edhe Papa Leonit në janar të këtij viti. Në kopertinë ne kemi pajtoren e Shkodrës apo pajtoren e shqiptarëve dhe jo më kot që sapo ka nisur jubileu i 130 vjetorit të njohjes si mrekulli të fluturimit të ikonës Zojës së Shkodrës drejt Gjenacanos Italis. Tani ti the Zoja Shkodrës dhe unë atë kur lexova artikullin Zoja e Këshillit Mirë. Po, kur lexova Bon Consiglio. Kur lexova artikullin që është pjesë e librit, pash ishte shënuar Nana e Shkodrës. A mos duhet ishte Zoja e Shkodrës, siç edhe njihet Zoja është dije që është Maria, nuk është apo studiuesi janë terma, studiuesi që ka shkruar është Andrea Di Giuseppe, është një studiues italian, i cili është marrë me Zojën edhe me gjithë legjendat. Ishte rasti i parë që ndeshja Nana. Kam ndesh gjithmonë Zoja. Ka Zoja Shkodrës, Zoja e Moturit, Zoja, pra secili ka një shenjtore Zojë në krahinën në xhepin e vet katolik të botës. Kemi patur allora shkrimi ka ardhur në italisht dhe përkthyesi është një përkthyes me origjinë nga Shkodra, i cili ka bërë përkthimin. Dhe jam kurioz. Gjithmonë në terminologji jemi munduar gjithmonë jo nuk është rasti i parë, por ka pasur disa raste. Unë preferoj ta thras Zoja e Shkodrës ose Zoja e Këshillit Mirë, siç ne kemi terminologjinë që përdoret, por ai e ka parë të udhës dhe ka qenë teme debateve të shumta me redaktorin Aida Baron, me Ardian Drecën, kryeredaktorin, që gjithmonë ishim këtë term si do ta trajtojmë, si e përmendin, si e thuhet dhe i kemi lënë Ardian Dreca që ta linim siç ishte, po. Okej. Mirë, nëse ka thënë Ardiani, e lëm Nana atëherë. Numri për muslimanizmin kur del? Vitin tjetër. Kërkon, në vjeshtën e vitit që vjen. Kërkon një vit. Po, patjetër. Keni menduar se pra si do vijoni, sepse pse po e pyes këtë? Keni bërë qytete të mëdha. I keni zaruar qytete të mëdha kryesore, e mbyllin dhe 3 fet. Çfarë do vijohet, pra, trashëgimia? Nuk i kemi mbaruar qytetet të mëdha, kemi lënë qytete të tjera, kemi Korçën që se kemi trajtuar. Ja u bë dhe Korça, Shkodrën e bët, Tiranën e bët, Vlorën e bët, Elbasanin e keni bërë? Jo, nuk e kemi bërë. Atëherë keni Elbasanin, Korçën. Kemi Elbasanin, Korçën. Krujën keni plan ta bëni? E mban ka Kruja volum për të nxjerrë një revistë? Nuk ka volum për të nxjerrë një revistë, por mund të ketë me tematik. Mund të kalojmë pastaj me temat të një numër që mund të kushtohet Skënderbeut dhe të jetë gjithëpërfshirës jo vetëm Krujën, por edhe shumë qytete të tjera, edhe Lezhën, edhe gjithë kalat e Skënderbeut. E di çfarë do ishte interesante, do doja unë të bëni trashëgimin ujore të edhe ajo është shumë interesante. Pra Lumejnë. Edhe është detet, pra unë mendoj që do ishte një, sidomos për Lumejnë të shkret, do ishte një këmban alarmi, se ju e dini që unë udhtoj në këto male dhe Lumejnë dhe Proje, dhe më dhimbsen se si janë në pushtetin çnjerëzor të njeriut. Pra se si fillon me prejnë, pra në fshatet e thella, se si përdorin prejnë si vend të hedhjes meturinave, se si prejnë i sjellin në lumë, pastaj lumen që janë afër qyteteve, edhe qytetet bëjnë punën e tyre për të hedhur ç'të munden. Këta vinë përfundojnë në det dhe pastaj është ajo grupderdhja e ishmit që është emblematike për atë që ne i kemi bërë pasurive ujore, aq shumë sa i hedhim edhe tek fqinjet tanë, edhe në Kroaci dalin këto mrekullit tona në papastërti. Jo më larg se 2 muaj më herët ishim në
Kështjell Bashtov, edhe me nipin tim, kisha ardhur nga jashtë. Bashtova është në Kavaj. Bashtov në Kavaj, po, Vil Bashtov, dhe shkuam deri në Gërgderdhjen e Shkumbinit, që kishte goxha pa pastërti, por Ishmin e ke parë Ishmin, ke qenë ndonjëherë? Nga larg. Po gjetëm edhe një lopë. Me që jemi te trashëgimia katolike, kur të shohësh Gërgderdhjen e Ishmit, duhet të bësh kryq. Po. Pra është e gjithë, ti hapet delta dhe është e gjitha një pluskon me mbeturina. Me plastik, me qese. Kjo është një temë që mund të trajtohet, besoj që kemi shumë përveç trashëgimisë kulturore, kemi trashëgimin natyrore që është shumë e madhe. Patjetër, besoj që do të ketë në numrat e ardhshëm, por nuk flas në të ardhmen e afërt tani me njëherë, sepse i kemi gja 2-3 numra në linje sipër, por trashëgimia natyrore është me të vërtet me shumë rëndësi, edhe besoj që do të ketë hapësira që do t'i trajtojmë edhe në numrat e ardhshëm. Te trashëgimia katolike, çfarë është një gjë që është diamanti i zgjidhës, pra në kurorën e katolicizmit mbi kokën tashmë jo krishterë të Shqipërisë, çfarë është diamanti? A një gjë që të ka befasuar, të thot diçka më shumë se të tjerat? Diamanti. E kemi vendosur në kopertinë diamantin. Zojën e kemi, dhe Biles ka qenë gjithmonë ajo. Mendojmë që edhe suksesi i këtij numri është vetë Zoja. Është ajo që e ka. Tani për legjendën, për ata që se di. Pra, mund të legjend po e quaj unë, po për katolikët e mirë, më të mirë sa ata si puna ime, është fakt. Po. Pra, na tregot lutem për shikuesin profan që nuk e ka njohjen apo. Atëherë gjatë pushtimit parë të Shkodrës, në 1467, nëse nuk e boj, thonë që ëngjëjt e morën afreskët e Zojës nga kisha, që është nën kisha e Zojës Kështjellës, famullia që është në poshtë kështjellës së Rozafës, dhe e shoqëruar nga ëngjëjt edhe dy zotrinj nga Shkodra, ajo shkon në Gjenazzano dhe vendoset në Gjenazzano, ku është edhe sot në Itali. Gjenazzano në cilën zonë është Italisë? Romës dhe Lazios. Lazio. Dhe në Gjenazzano aktualisht. Dhe ikona dhe afresku është aty. Ikona që është në kopertinë të këtij numri vjen nga Gjenazzano, sepse ato që ne kemi në kishën e Zojës Shkodrës, në Shkodër, në famullinë, janë replika, janë kopje. Dhe origjinalja është në Gjenazzano. Tani kjo është një dëshmi historike, pra kjo mund të provohet në mënyrë historikisht. Provohet që kjo është Zoja që ka qenë në Shkodër dhe është në Gjenazzano? Legjenda e thotë të tillë, dhe kisha e ka pranuar si të tillë. Siç e tham, 130 vjet, kjo është sepse unë mund, pra, tani me logjikë dhe pa dashur të bëj blasfemi, unë e mendoj kështu që vinë turqit, pushtuesit, me fe tjetër, sigurisht, dhe me qëllimet e një feje tjetër, pushtojnë Shkodrën, që sigurisht është një nga kështjellat e jo vetëm të arbërisë, por edhe të katolicizmit. Vetë Kalaja ishte një fortresë, ishte një garnizon. Dhe janë fisnikët, ose jo fisnikët, qoftë dhe ushtarët e krishterë, që kur e shohin që kështjella ra, Shkodra ra, dhe duke ditur se çdo të vijë edhe për fen, e marrin dhe e çojnë në ku edhe shumë arbërash shkuan në Ungullën, qoftë në provincat e mesme, qoftë në jug, qoftë në Sicili dhe në Kalabri. Pra, kjo më duket më pastaj sigurisht imagjinata arbërore dhe e krishtere ka veshur me këtë të engjujve. Patjetër, domethënë, por
Kam Sigur kjo nuk do lexuar. të thotë që nuk më pëlqen që ta kem marr Andrew, do të më pëlqente, por Jo, po bëj edhe patjetër, po por bëj edhe nëse kundra tek numri që kemi, nëse i kemi kushtuar një faqe kësaj, do të thënë kjo është pikturë hidromenos, është vendosjes dhe i shikoni që janë dy senjor nga Shkodra, dy zotëri nga Shkodra që e shoqërojnë fisnikët, një me emrin Gjergj, edhe tjetri nuk e mbaj mend emrin, dhe me sa di George, këto janë dy emra shumë që u vjen fëmijëve në Gjenacama, pikërisht nga këta dy rojtarët e Zojës që shoqëruan Zojën dhe Ëngjit për të shkuar në Itali. Është një legjendë e bukur, na pëlqen që ta përdorim, por është një legjendë që na bashkon, edhe është ai simboli që lidh Shqipërinë me Europën, Shqipërinë me Italinë. Është tamam, domethënë është ajo pika, nuk është vetëm besimi që na bashkon, por është edhe një simbol tjetër që i tejkalon edhe që i krijon këto urat, që i tejkalon besimet e tëra, është kjo Zoja. Tani kam një pyetje të fundit për ta mbyllur, e fundit dhe është provokative. Po qëndroj provokimit ose s'ka gjë thuaj no comment. Në Kosovë, of all places, në Deçan, është një lëvizje e një grupi katolikësh të cilët janë publik dhe kanë filluar një fushat që quhet Lëvizja për Rikthim. Dhe ata pretendimi i tyre ose motimi ose kauza e tyre të kthehemi te feja të parëve, e cila sipas tyre është krishtërimi dhe me që është zonë veriore katolicizmi i bie, po në krishtërim ty të thotë gjë kjo, të duket nxitëse, apo e nxituar, apo e pranon, apo thua që po mund të ndodhë. Po mund të ndodhë, po edhe dy miq të mi kosovar, shqiptar nga Kosova që jetojnë në Francë, që përveç faktit që mund të jenë musliman nga emri, që kanë jetuar në një familje të emigruar por jo pratikant, dhe fakti që kanë qenë gjithmonë në kontakt me të krishterë në atë vend në Francë apo në Belgjik ku kanë qenë, i ka bërë që këta të kthehen në vendin e tyre dhe në moshë goxha mbi 50 vjeç, edhe të pagzohen, të kthehen pikërisht se duan që të jenë me këtë përkatësinë e feve të parëve të tyre. Do thënë, janë dy raste të freskëta që kanë ndodhur vitin që shkoi, plus ka qenë edhe një politikane, Lulieta Pula, që dhe ajo bëri një kthim, por mos të harrojmë që kjo lëvizje në Kosovë i ka origjinat edhe më të hershme, i ka origjinat që nga koha e Ibrahim Rugovës, i cili ndërtoi edhe gjithë të katedrale. Në atë katedrale do të jemi datën 20 maj, pikërisht në ditën e lindjes Ernest Koliqit, dhe do të promovojmë revistën në Kosovë, me autorët nga Kosova. Dhe është ideja që të ndërtosh një katedrale me relike, gjakun e Nën Terezës, që është shenjtoria jonë, është diçka shumë e madhe dhe është gjithmonë ajo dëshira e shqiptarëve për të kthyer te feja e të parëve tanë. Domethënë është më e fortë se sa kjo lëvizje e Deçanit e sotme, është edhe futet edhe në atë retorikën e shqiptarëve që ne jemi pjesë e Europës, edhe ne jemi pjesë ajo dëshira e madhe e disa që t'jenë pa tjetër katolik, por doja të shtoja diçka që ky është një fenomen jo vetëm në Shqipëri apo në Kosovë, se edhe në Shqipëri është shumë rëndom, në Shqipëri ka shumë konvertime së fundmi katolik, por edhe ortodoks, që vinë nga fe të ndryshme ose nga ate. Duke diskutuar me Monsignor Arian Doda një ditë në katedrale, më tregonte që kemi shumë të rinj që janë kthyer nga pikërisht që jetojnë në Perëndim, kanë bërë studimet, kanë punuar ca vite, andaj janë kthyer në Shqipëri dhe ideja që ata i është bremosur një farë mënyrë kultura e krishterë evropiane dhe i gjenë veten vinë në kishën katolike dhe pagzohen këtu. Ka pasur shumë konvertime së fundmi. Një fenomen i cili ndodh në mas edhe në Francë.
që në Francë domethënë kemi një gjenerat të dytë, ka debate shumë të forta sepse një rritje shumë të madhe dhe të muslimanëve që janë fëmijë të emigrantëve të ardhur gjenerate e dytë e tretë tashmë nga Magrebi, nga Maroku, Tunizia apo Algjeria, apo dhe Afrika e Zezë. Gjithnjë tepër ka njerëz që konvertohen në katolik. Dhe numri i pagëzimeve është se këto 2 vitet e fundit është rritur shumë, domethënë shkruajnë mediat në Francë. Kështu që besoj që është një trend edhe një fenomen që unë mendoj që kur në situata krize njerëzit kthehen tek esencialja. Tek një kolon ose tek një fel. Ilda, faleminderit shumë. Lutem. Kjo është Art dhe Trashëgimi, revista që boton Ilda me kolegë të saj. Është perfekte për të lexuar, po edhe për të bërë dhuratë për ata që përtojnë të lexojnë. Është në 2 gjuhë, është në shqip dhe në anglisht. Kështu që për të gjithë ata që presin shqiptarët diasporës ose po shkojnë tek shqiptarët e diasporës, njerëz të familjes apo dhe të huaj, kjo është një dhuratë shumë e mirë. Jo vetëm kjo, por të gjithë numrat e tjerë me qytete të ndryshme të Shqipërisë, sepse secili mund të zgjedh identitetin, përkatësinë apo trashëgimin e vet, nëse është nga Tirana, nëse është nga Shkodra, etj, apo nëse është ortodoks, e kështu me radhë. Muslimanët do presin deri vitin tjetër. Muslimanët duhet presin edhe pak. Kjo ishte biseda e këndshme shumë me Ildën dhe revistën e saj. Unë jam Alfred Lela, gazetar, Ilda Mara është gazetare dhe studiuese. Mos harroni aty në fund të kuadratet ku shihni videon të klikoni subscribe. Deri herën tjetër, salut. Faleminderit.